Nuk kam ndjerë ndonjëherë ngrohtësinë e burrit, si të ta shpjegoj. Por ai ka dashur? Se dita në ta them të dashur, vetëm sa vinte flinte me mua, se gjatë ditës se ka patur përpara, nuk di si ta shpjegoj atë, ta më beso. Dhe kur afrohej, kur i thonë një llafi se jemi femra të dyja dhe vetëm për të kryer marrëdhënie, as gjë tjetër. Edhe jam detyruar të largohem nga shtëpia pa dielin e tyre, kur ata ishin nga toka, unë mora fëmijët dhe ika. Tani jam detyruar të lëviz vetëm në qytet që të bëj letra për divorc, thotë ti u zgjidhe nga zinxhiri tani thotë. Ngele rrugëve, ke dashnor, prandaj nuk flet me mua, dhe gjëra tjera që si më ti kam të rënë mesazhe aty. Por fëmijët si kanë reaguar, se besoj ata kanë kuptuar që diçka ka ndodhur mes mamit dhe babit. Po, ata kërkojnë për ditë. Unë jam munduar të ndjek me psikolog në disa seanca fëmijët, me psikologët e bashkisë. Më kanë ndihmuar shumë. Se gjendja e tyre nuk është mirë. Unë i madh ka qenë pak e rënduar. Shumë i madh. Ai vogël nuk kupton aq se 4 vjeçish, po i madhi po. Do bësh gabimin në të madh nëse do i ndash nga babai. Ajo që ka ndodhur mes teje dhe atij. Jam atë që të ndaj. Nuk jam atë që të ndaj. Ti le të takoj vetëm s'duat më marr, se di ai më thot shpesh që do t'i marr, nuk i lëna këto gjëra di.